Se, o Martin Kuqi, o Bablok, aman me bo follow djalin. Sa ka shku? 700 direkt bishe. Qa thua? Ja shikoj. Po s'mund ta shikoj kështu. Mos gënjeju në më. O Martin Kuqi, o Karter. Sa më ka pas gjytë kjo Martin Kuqi, dhurata dikur. Ja, bëm follow, bravo. Vazhdoj me ca pyetje deri sa s'përndahet pak lajfi. 10.000 ke follow sot garantuara. 10.000. Ka thot pyete Guigi. Gjuksi, më fal. Kozak thot pyete Gjuksi. Kozak thot pyete Gjuks, a je tip që rënkon kur kryen marrëdhënie seksuale? Po. Si rënkon? Çfarë dhe rënkimi? Si bëhet në atë situacion? Jo, nuk ta bësh kupton një fragment. Nuk ka. A më të gjonë? Jo, na shpjegojnë vetëm një pjesë të fragmentit. Kupton. Çfarë tingulli? Çfarë gjëja që verdi? Dhurata, gjuajnë lek njerëzit. Kuptoj këtë gjëra se nuk e kam bërë asnjëherë. Janë të gjithë nuk e di kohë zak. Pyetje nuk të prit. Jo, dhuratën e kuptova, faleminderit gjithëve. Pyete këtë bishën thot, si të pëlqen më shumë, çfarë të pëlqen më shumë nga një mashkull? Më dëgjon? Syt. Po, syt, nuk e di. Vdisje për ta pëlqen më shumë në një femër. Mua dhe një femër më pëlqen mos tjetë bespreme. Qa me thënë? Mos më prej kur më bes. Me çdo lloj aspekti, nuk është e preme më bes të aftia. Mos me më prej më bes, gjëna tjera rrugullohen. Shumë mirë. Që më respost. Kozak të pyete këtë bishën, a ke kryer ndonjëherë marrëdhënie seksuale në grup, orgji më saktë? Më duken domande shumë personale këto gjëra. Okej. Për sa follow shkoj ky? 1.000. 1.000. Ju bën 10.000, ka avash. Po t'ja bën 5.000 veta direkt follow, bën 10.000. 10k, 3.2 pas ke shkuar. 3.2 ore. Jo. Si jo, po ke 6.000 veta live, jo, thët. Bëj pyetje bom, thët. Po jo, vllai, tani ky djali mu më ka thënë 606. Unë du ta respektoj këtë bishën në burë, se ky tani si do të themi nuk është djali keq, më vuni ca kushte, mos kështu, mos ashtu tani unë nuk nuk është unë edhe dal, edhe bëj live vetë, kupton se nuk më pëlqen disa gjëra. Po jo, nuk bëj pyetje unë që të mërzitesh, kur në botë nuk mërzisi unë ty. Faleminderit. Nuk bëhet lavër ti. Po pse s'e ke vënë emrin? Ta kishe vënë emër Irisa ose Viola ose në emër kështu. Kush është Viola? Viola dhe ishte perë fare, Viola. Jessica, Pamela. Pse s'vune në emër kështu i qif sharëp, në emër eksitite i qif sharëp. Unë jam mashkull, vëzëpë. Mashkull, jemës po themën që si e, po tani atë pëlqen me qenë si femër o bishë. Mua më pëlqen se kam një stil veçantë, bishëm, jam femër. Dakord, unë jam shumë dakord me ty, e vlerësoj mendimin tënd. Tani në gjokë, ajo ishte rroç elefandi. Unë e vlerësoj mendimin tënd. Po, nëse ti e ke zgjedh këtë rrugë bishat, a kupton? I ke hy, ti duhet kesh emër Pamela, emër, a kupton, një emër të bukur, emër që kur ta thot emrin, jo Guigi, qia rëp, nuk e thu dot. Nuk është Gyuxhi, ti e thua Gyuxhi, është Zhuk. Ose thot më, ose më shtirë më thot. Që ky emër kaq i rëndom, nga psikologjia direkt sa e shef emrin lodhesh. Kurse Pamela është, a kupton, tingëllon bukur, Pami. Kupton? Po e the ti kozak. Po mendimin ti? Bello il cappello di TikTok, grazie raga. Ose 1 minutë. Sa janë këto dhuratë, ose ke edhe emër tjetër.
Italisht, Rosina. Rosina. Po ku është? Rosina, më Rosina. Emër shumë i thjesht. Nuk ka as nga trosh, as harron Rosina. Nuk është emri im. Sa vajti, sa follow vajti? 8.000 ka shku bishe. Edhe 2.000 edhe fustanin. Do shikoj, do kontrolloj me iPad, prit. Okej. Mos më thuaj mua kot. Është bërë xhelos Grandja. Ua, pse? Ku është? Thirreni Grandën të vi këtu. Ata marrim edhe Grandën. Më ka bërë follow, pardjem. Ata marr Grandën këtu. Mere, pse jo? Thirreni Grandën, kërkon Kozaku të gjithë. Hajde, o Grande, hajde këtu. Hajde, o Grande, hajde. Hajde, se po të presim, hajde. Po pse shikon vete? Hajde këtu, o Grande. Hajde me iqo asaj... Hajde, o Grande, dilore. A do visha jore? Thuj, po jo.